Debat i ashpër dhe fjalë të rënda në shtëpi. Alba përballet me një sulm personal që ndezi tension për 30 minuta. Një tjetër natë e ngarkuar emocionalisht u shndërrua në një nga momentet më të sikletshme dhe më të diskutuara në shtëpi, ku debati kaloi kufit e zakonshëm dhe mori një drejtim thellësisht personal. Për rreth 30 minuta, atmosfera u rëndua ndjeshëm pasi Alba u përball me fjalë fyese dhe sulme që preknin drejt për drejt dinjitetin dhe imazhin e saj personal. Gjithçka nisi si një përplasje verbale, por shumë shpejt debati mori tone poshtëruese. Në kulmin e tensionit, Alba u sulmua me komente që lidhnin pamjen e saj fizike dhe aftësitë personale me krahasime denigruese, duke u përdorur një gjuhë e papërshtatshme dhe e rëndë për ekranin. Fjalët u perceptuan nga banorët dhe publiku si një tentativë për ta ulur dhe për ta diskredituar atë në mënyrën më personale të mundshme. Sulmi verbal nuk u ndal vetëm te pamja e jashtme. Komentet vazhduan me nënkuptime për paaftësi dhe krahasime fyese, të cilat shkaktuan një reagim të menjëhershëm emocional. Alba, dukshëm e prekur, reagoi duke mbrojtur veten dhe duke e quajtur këtë mënyrë komunikimi si poshtëruese dhe e pajustifikueshme. Për rreth gjysmë ore, dhoma u mbush me tension, zëra të ngritur dhe heshtje të rënda mes fjalëve. Banorët e tjerë qëndronin të shtangur. Disa pa guxuar të ndërhyjnë, ndërsa të tjerë përpiqeshin të ndryshonin temën ose të qetësonin situatën. Askush nuk arriti të flinte. Kamera nuk humbi asnjë moment nga kjo përballje, duke e kthyer atë në një nga skenat më të forta të mbrëmjes. Ajo që e bëri këtë situatë edhe më të rëndë ishte fakti se debati kaloi nga loja dhe strategjia, në sulme të drejtpërdrejta ndaj personalitetit dhe trupit të një banori. Publiku e pa këtë moment si një pikë kthese, ku kufit e debatit të pranueshëm u tejkaluan hapur. Pas 30 minutash tension të pandërprer, situata u shua gradualisht, por pasojat mbetën. Alba u tërhoq e lënduar, ndërsa në shtëpi mbeti një ndjesi e rëndë dhe shumë pikpyetje mbi nivelin e respektit mes banorëve. Në orët që pasuan, kjo ngjarje u bë temë kryesore diskutimi mes tyre. Reagimet në rrjetet sociale nuk vonuan. Shumë ndjekës dënuan ashpër përdorimin e gjuhës fyese dhe sulmet personale, duke kërkuar më shumë përgjegjësi dhe respekt. Të tjerë e pan këtë si pasqyrim të presionit ekstrem emocional që krijon izolimi dhe konkurrenca brenda shtëpisë. Një gjë është e sigurt, ky debat nuk ishte thjesht një grindje momentale. Ai la gjurmë të thella dhe pritet të ndikojë në marrëdhëniet mes banorëve edhe në ditët në vazhdim, duke hapur një diskutim më të gjerë mbi kufijtë e gjuhës dhe respektit në një reality show. Nata më e tensionuar në shtëpi. Alba shpërthen te krevati i Limit dhe Dolces, 30 minuta përballje që tronditën banorët dhe publikun. Një natë që duhej të ishte e qetë u shndërrua në një nga episodet më të rënda emocionale dhe më të komentuara në shtëpi. Tensioni i akumuluar prej ditësh mes Albës, Limit dhe Dolces shpërtheu papritur, pikërisht në orët e vona, kur dritat ishin fikur dhe shumica e banorëve po përgatiteshin për gjumë. Pak më herët gjatë mbrëmjes, Alba dhe Limi ishin parë të shtrirë bashkë, me synimin për të fjetur. Situata mes tyre duke e qetë në pamje të parë, por e ngarkuar emocionalisht. Alba kishte krijuar përshtypjen se mes saj dhe Limit ekzistonte ende një afërsi. Ndoshta edhe një lloj pritshmërie që kjo natë do t'i afronte më shumë, por gjithçka ndryshoi në momentin kur Alba vuri re se Limi nuk ishte më pranë saj. Ajo u ngrit dhe shkoi drejt krevatit tjetër, aty ku ndodheshin Limi dhe Dolce. Dyshja po qëndronte shumë afër dhe po putheshin, të zhytur në momentin e tyre, pa e imagjinuar se çfarë do të pasonte. Sapo Alba ju afrua krevatit, atmosfera ndryshoi menjëherë. Me një ton të lartë dhe plot nerv, ajo ju drejtua Dolces me akuza të rënda dhe fjalë që shokuan jo vetëm të përfshirët, por edhe publikun. Ajo e pyeti drejt për drejt se për çfarë kishte ardhur në shtëpi, duke e akuzuar se po përfitonte nga situata dhe nga afrimiteti me Limin. Fjalori i përdorur ishte i ashpër, i drejtpërdrejtë dhe pa asnjë filtër. Dolce mbeti e shtangur në fillim. Ajo u përpoq të ruante qetësinë, duke i kërkuar Albës të largohej dhe t'i linte të flinin. Por Alba nuk kishte ndërmend të ndalej. Ajo qëndroi te krevati i tyre për rreth 30 minuta, duke folur pa pushim, duke nxjerrë mllef, shgënjim dhe xhelozi të grumbulluar prej kohësh. Gjatë kësaj kohe, Alba i kujtoi Limit se vetëm pak më parë kishin qenë bashkë të shtrirë dhe se sjellja e tij e kishte bërë të ndiej e përdorur dhe e nënvlerësuar. Ajo e akuzoi se po luante me ndjenjat e saj dhe se po ndryshonte qëndrim në varësi të situatës. Limi
I vendosur mes dy vajzave, u përpoq disa herë të ndërhynte për ta qetësuar situatën, por çdo fjalë e tij dukej se vetëm sa e përkeqësonte më shumë gjendjen. Banorët e tjerë, megjithse në krevate, ishin zgjuar dhe dëgjonin gjithçka. Heshtja e natës ishte zëvendësuar nga zërat e ngritur, akuzat dhe tensioni i rënd që mbushi dhomën. Askush nuk flinte. Kamerat kapnin çdo detaj, çdo shprehje fytyre, çdo pauzë të rënd mes fjalëve. Pas rreth gjysmë ore përballje të vazhdueshme, Alba u largua më në fund nga krevati i tyre, por pa e ulur tonin apo pa kërkuar falje. Ajo la pas një atmosferë të rënd dhe shumë pikpyetje mbi marrëdhëniet mes treshes. Limi dhe Dolce mbetën të heshtur, dukshëm të prekur dhe të tronditur nga ajo që sapo kishte ndodhur. Kjo ngjarje pritet të ketë pasoja të forta në dinamikën e shtëpisë. Marrëdhënia mes Albës dhe Limit duket më e krisur se kurrë, ndërsa Dolce është vendosur në qendër të një stuhje akuzash dhe emocionesh. Rrjetet sociale kanë shpërthyer me reagime, me publikun të ndarë mes atyre që justifikojnë reagimin e Albës si shpërthim emocional dhe atyre që e dënojnë ashpër për mënyrën dhe fjalorin e përdorur. Një gjë është e sigurt. Kjo natë nuk do të harrohet lehtë dhe do të mbetet një nga momentet më të forta dhe më të diskutueshme të këtij edicioni. Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, një nga momentet më emocionale dhe më të thella erdhi kur Limi vendosi të tregojë një histori personale, një rrëfim që nuk ishte thjesht një tregim i zakonshëm, por një mesazh i fortë për durimin, pritjen dhe besimin në ndjenja. Në një bisedë të qetë, larg zhurmës së debateve dhe tensioneve të lojës, Limi ju drejtua Hygertës, duke hapur zemrën dhe duke ndarë një përvojë që lidhej me jetën e tij jashtë shtëpisë. Ai filloi duke treguar historinë e një shoqëje të tij dhe një kushëriri, një histori që sipas tij ishte pak a shumë si unë dhe ai djali, si ajo shoqja. Limi shpjegoi se kjo vajzë kishte dashur shumë djalin. Por rrethanat e jetës, presioni, koha dhe ndoshta frika i kishin ndarë për vite me radhë. Megjithatë, ajo kishte zgjedhur të duronte. 6 vite pritje, 6 vite me dyshime, dhimbje, shpresë dhe zhgënjime, por edhe me besim se një ditë gjithçka do të merrte kuptim. Shoqja ime ka durur 6 vjet, tregonte Limi me një ton serioz, ka kalu shumë, po në fund janë bë bashkë dhe sot janë të lumtur. Kjo fjali nuk ishte thjesht një histori suksesi, por një shembull që ai po e përdorte për të shpjeguar se ndonjëherë dashuria nuk vjen shpejt dhe as nuk është e lehtë. Ajo kërkon kohë, sakrificë dhe forcë për të mos hequr dorë, teksa tregimi vazhdonte. Hygerta e dëgjonte me vëmendje. Në sytë e saj shihej një përzierje emocionesh, sepse historia e Limit dukej se prekte drejt për drejt situata që edhe ajo vetë po përjetonte ose po mendonte. Në një moment, Hygerta e pyeti hapur, me sinqeritet, po edhe ti ke qejf që Alba të pres ty? Pyetja ra rënd në ajër. Ishte një pyetje që shkonte përtej lojës së Big Brotherit, përtej kamerave dhe strategjive. Limi nuk u shmang. Ai nuk qeshi, nuk e ktheu në shaka. Përkundrazi, u ndal për një çast dhe u përgjigj me qetësi, po. Edhe kjo mund të ndodhë. Kjo përgjigje e Limit tregoi shumë. Ajo tregoi shpresë, por edhe pasiguri. Tregoi dëshirën që dikush të besoj tek ai. Ashtu siç ajo shoqja kishte besuar për 6 vite. Në fjalët e tij nuk kishte premtime të mëdha, por kishte ndjenjë reale. Ai nuk tha se ishte e sigurt, por tha se ishte e mundur. Dhe ndonjëherë në dashuri mjafton vetëm kjo. Ky moment e tregoi Limit në një tjetër dimension. Jo si banorin impulsiv apo emocional që shpesh shihet në debate, por si një njeri që reflekton, që krahasohet me histori reale dhe që beson se gjërat e bukura vijnë edhe pas shumë pritjeje. Biseda me Hygertën u kthye në një nga ato momente të rralla në Big Brother, ku loja ndalet për pak dhe mbetet vetëm njeriu përballë ndjenjave të tij. Historia e shoqes dhe kushëririt u bë simbol i durimit dhe shpresës. Ndërsa fjalia edhe kjo mund të ndodhë mbeti pezull, si një premtim i heshtur, si një dëshirë që ende nuk dihet nëse do të realizohet. Në një shtëpi ku gjithçka është e përkohshme, Limi foli për diçka që shkon përtej kamerave. Kohën, pritjen dhe besimin se fundi i një historie mund të jetë i lumtur, edhe pas shumë vitesh. Ky rrëfim e bëri publikun të shohë Limit me sy tjetër dhe i dha peshë emocionale marrëdhënieve që po ndërtohen ose po mbeten pezull brenda shtëpisë së Big Brother Kosova. Bia flet pa doreza pas daljes nga Big Brother Kosova. Limi dhe Dolce nuk do zgjasin, ndarja është e afër. Pas daljes nga Big Brother Kosova, Bia ka zgjedhur të mos qëndrojë në heshtje.
Në një interviste të gjatë që po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale dhe portalet roze, ajo ka bërë disa deklarata që kanë ngjallur reagime të forta dhe kurështje të madhe tek publiku. Fokus i kësaj interviste ka qenë raporti mes Limit dhe Dolces, një nga ciftet me të komentuara gjatë dhe pas spektaklit. Bia është shprehur se nga ajo që ka parë brenda shtëpisë, marrëdhënia e tyre nuk ka themele të forta. Sipas saj, lidhja mes Limit dhe Dolces është ndërtuar me shumë mbi emocionin e momentit, presionin e lojës dhe vëmendjen e kamerave. Sesa mbi ndjenja reale dhe të qëndrueshme, kur je brenda, nuk e kupton gjithmonë, por tani që kam dalë dhe i kam parë gjërat me qetësi, jam e bindur që kjo lidhje nuk do zgjas, është shprehur Bia. Ajo ka shtuar se dallimet mes tyre janë shumë të thella dhe se këto dallime do të dalin edhe me shumë ne pa sapo entuziazmi i famës të zbehet. Deklarata më e fortë e saj ka qenë parashikimi i një ndarjeje të shpejtë. Mendoj se ndarja është shumë e afër. Ndoshta jo sot ose nesër, por shumë e shpejt. Jashtë shtëpisë, realiteti është krejt tjetër dhe jo të gjithë dinë ta përballojnë, ka thënë ajo, duke shtuar se presioni i mediave dhe pritshmëritë e publikut mund të jenë vendimtare në këtë proces. Këto fjale kanë ndezur rrjetet sociale. Disa fansa e kanë mbështetur Bian, duke thënë se ajo thotë atë që shumë të tjerë mendojnë, por nuk guxojnë ta shprehin. Të tjerë, ndërkohë, e kanë akuzuar për xhelozi ose për përpjekje për vëmendje pas përfundimit të spektaklit. Megjithatë, intervista e Bias ka arritur atë që pak deklarata arrinë, të mbajë publikun në pritje dhe të rihapë debatin mbi sinqeritetin e lidhjeve që krijohen brenda reality show-ve. A do të vërtetohet parashikimi i saj? Kjo mbetet për tu pare, por një gjë është e sigurt, fjalët e tilla nuk kalojnë pa lënë gjurmë dhe Big Brother Kosova vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes edhe pas përfundimit të tij.